Bashkia e Shkodër po vjon aksionin për lirimin e hapësirave publike që do t'i hapin rrugë projekteve të reja urbane dhe turistike. Gjatë ditës së sotme ndërhyrja është përqendruar në qendër të qytetit, ku janë shembur 2 objekte metalike. Sipas autoriteteve vendore, aksioni është pjesë e procesit për zbatimin e projektit të qendrës së integruar të informacionit turistik, një investim që synon të përmirësojë shërbimet për vizitorët dhe të forcojë ofertën turistike të Shkodrës. Ndërkohë, qytetarët janë shprehur se ndërhyrja ishte nevojshme për lirimin e hapësirave publike dhe përmirësimin e imazhit të qendrës së Shkodrës. Po tjetër që është e nevojshme lirimin e hapësirave, po. Është e domosdoshme me këtë qarkullim e me këtë qikohar. Me hi bashkia edhe në për këta rrugicat e ngushta, se e kina të nevojshme. Me hi, mi kontrolu e mi basa, dhe atje dzehen edhe kena, si më thonë, probleme edhe aty. Po edhe në për rrugicat, po tjetër gjithkun. I nevojshëm ka kënë. Dikun ka prish punë, dikun s'ka prish punë. Për qytetin ka kënë shumë i nevojshëm. Janë liru mjaft hapësirë. Projekti parashikon krijimin e një qendre moderne informimi për turistët, e cila do të ofrojë orientim dhe shërbime sipas standardeve bashkëkohore në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit.